kryetari i lëvizjes vetëvendosin Rahovec dhe kryetari i ardhshëm i komunës Rahovecit, profesor Ali Dula. Rahoveci duhet ta shfrytëzoj potencialin e tokës së bereqetshme, të rinjson, të grave shumë të vyeshme dhe po ashtu të kulturës dhe traditës që na bëjnë unik. Prandaj ne duhet të investojmë akoma edhe në infrastrukturë, edhe në arsim, edhe në shërbime të cilësore shëndetësore, dhe këto premtime nuk janë boshe, por po zotohen para jush dhe ju premtoj që këto do t'jenë investime dhe kontribute të thella të mia personale. Prandaj, më jepni besimin tuaj, unë kam nevojë për besimin tuaj, për bashkëpunimin tuaj, sepse vetëm së bashku mund të ndryshojmë dhe zhvillojmë komunën tonë. Numri 105, vota juaj është besimi dhe bindja që na jepni dhe ne nuk do t'jemi vetëm me 12 tetor këtu. Do të shihemi edhe pas 12 tetorit, do t'jemi gjithmonë tër mandatin pran jush. Ju faleminderit shumë dhe shihemi në fitoren e madhe me 12 tetor, 105 Ali Dula dhe lista më e mirë e asambleiste nga vendvendosja në Rahovec. Faleminderit gjithëve!